Vazhdojnë sukseset e ekipit atletikës Vllaznia, ku pas fitimit të Kupës së Shqipërisë pak ditë më parë, sot Vllaznia shpallet fituese e titullit kampion për kategorinë U18 me kryetarën Albert Marash, i profesor urime. Faleminderit. Të thosha që kjo është suksesi i radhës pas fitimit të Kupës së Republikës. Do të thosha kanë bërë një paraqitje jashtëzakonisht mirë atletët tanë, edhe sipas pritshmërive që ne kishim. Kjo është një punë e vazhdueshme e jashtëzakonshme që bëhet prej të gjithëve, prej trajnerëve, kolegëve të mi, Bruno Rotani, Doren Tafa, Jetmir Jahaj, që vazhdimisht janë kërkues me atletët e tyre për rezultate të larta. Çka e treguan edhe me rezultatet e ditës së sotme, pothuajse duke dominuar të gjitha garat, ato që ne kemi, sidomos garat e kërcimeve dhe të sprintit. Do të theksoj këtu në garën e kërcimit tërhapsh, Mario Cepi, dhe në kërcimin së gjatë poshtë Mario Cepi, në garën e 110 metrave me pengesa Ergi Dallnesi dhe Andrea Nenshati, po ashtu në garën e 400 metrave me pengesa Ergi Dallnesi, duke zënë vendin e parë. Në kërcim së larti kanë bërë një paraqitje shumë mirë Andrea Nenshati, duke zënë vendin e parë. Në garën 100 metrave dhe 200 metrave përkatësisht Arion Alibali duke zënë vendin e parë, po ashtu në garën e 400 metrave Dejan Balla duke zënë vendin e parë. Njëkohësisht edhe dy stafetat me sportistët tanë kanë bërë një paraqitje shumë të mirë. Kjo është një punë e jashtëzakonshme që bëhet prej vitesh, që punohet shumë me grup mosha, për që kemi rezultate pastaj edhe për ekipin e tij. Profesor, vitet e fundit si zakonisht të gjitha vitet kanë fituar nga të gjitha kategoritë e ekipit Vllaznisë. Në mund ta themi kështu, cili është sekreti i këtyre sukseseve të një pasnjëshme me të gjitha kategoritë e moshave? Ashtu siç e theksuat dhe ju, kemi 17 vite që kemi suksese me të gjitha grup mosha, duke filluar që me moshën U13, U16, U18, U20 dhe të rriturit. Kjo është fal punës që bëhet me të gjithë trajnerët, me ekipin e moshave, theksi është vënë tek ekipi i moshave dhe punohet fort me këto grup mosha. Po të shohim këtu që shërbiten rreth 120.000 në pistën e stadiumit Loro Buriçi dhe kjo është suksesi jonë që ne punojmë shumë me moshat dhe kemi rezultate jo vetëm vendet para, por edhe rezultate cilësore me kohë. Kjo është ajo që do të thosha që punohet cilësisht. Përsenuat 2 trofe brenda javës dhe ne vazhdojmë një presë të tjera gara dhe më të vështira. Sipas kalendarit vjetor të Federatës Shqiptare të Atletikës, aktiviteti i radhës është kampionati i të rive dhe kampionati kombëtar i të ritëve, që është kulmi i aktiviteteve. Do të thosha që edhe për këto dy aktivitete do jemi në përsërisht besoj suksesin e këtyre viteve që kemi pasur. Kështu që përmendëm shumë për rezultate të larta, se jo dhe rekorde kombëtare. Një rekord kombëtar fantastik ai i Franco Burrajt, që ishte dhe më themi pika më e lartë e dy aktiviteteve. Ju kënaq? Të them të drejtën, rezultati i arritur nga Franco Burraj javën e parë ishte një rezultat fantastik, i jashtëzakonshëm që arrihet në pistën e stadiumit Loro Buriçi, një rezultat i rrallë që arrihet në këtë pistë. Kështu që Franco është në rrugë të mbarë dhe shumë shpejt Franco do jetë në rezultatin 4-5-5. Kështu që do jetë edhe pretendent kryesor për lojrat olimpike dhe pjesëmarrës edhe në kampionatin botror që zhvillohet në Tokyo në muajin shtator. Ne presim shumë prej Francos, presim rezultat rekord edhe në garat në vijim, jo vetëm në 400 metra, por në garën e 200 metrave. Do një Franco të dytë të ekipi i Vllaznisë, ke mund të veçoj? Duhet veçosha këtu Leandër Çardakun, që është një sportist jashtëzakonisht i mirë në garat e sprintit, që shumë shpejt edhe ai do jetë në xhumet e Francos. Kemi sportistë të tjerë si Kolindo Kiri në garën e kërcimit tërhapsh, që premton shumë për rezultate, edhe pse jo ndonjë rekord këto vite. Gjithashtu Mohamed Çengeli, po ashtu një kërcyes shumë i mirë. Ende Irakaj, po ashtu edhe një vrapus i sprintit shumë i mirë. Kështu që kemi një grup atletësh që pretendojnë shumë dhe ne presim shumë për tyre që të arrijnë rezultate të larta. Urime një profesor dhe suksese në vazhdimsi. Faleminderit.